po ditën e djeshme, në momenti që mund kemi pak audio, pak do ndalemi me regjin dhe ta ndjekim, ndërkohë po ndjekim dhe pamjet nga marshimi. Jemi të gjithë vlezër dhe motër, edhe jemi krejt për herë të parë, edhe besoj që do ja dalim. Tashi, përpara se të fillojmë, ju me ju kërku ndjesë, këtë fjalim do jap në anglisht, me që jemi të koboje. Today, I speak about the Vjosa Nart Lagoon system in Albania. Tani, flitet dhe në anglisht, mesazhi i parë u bë në shqip, sepse ky është një mesazh që i drejtohet edhe Shtetet Bashkuara të Amerikës, pra aty ku ata ku jetojnë dhe punojnë. Ndërkohë ndjekim, ishte më tepër për të dhënë një efekt mbi mesazhet atje dhe e shohim si pamje në New York edhe një herë, janë shqiptarët që janë grumbulluar aty. Ndërkohë, çfarë ndodh në Tiranë? Po shkohet në drejtim të qytetit Studenti, aty ku nëse thjesht po jemi tashmë në zonën e konvikteve, pranë konvikteve të qytetit Studentit, me thirrje të revolucion, të shohim nëse do të zbresin tek pjesa sepse është problem edhe ndjekja e tyre i rrugës, do të shohim se si do të organizohet, nëse do të zbritet në sheshin kryesor të qytetit Studentit, megjithëse po përshkruhen në rrugët kryesore të qytetit rinor, qytet Studenti, pjesa e konvikteve, ka një ndalesë tashmë, do duhet të interesohemi se cili do të jetë. Ndoshta në drejtim të konvikteve të qytetit Studenti. Po vjoj të ecë drejt, të marshohet drejt. Janë të rinj të cilët marshojnë në drejtim të qytetit Studenti, duke rikthyer në vëmendje lëvizjen studentore dhe përmbysjen e diktaturës. Jemi duke përmbysur një tjetër diktaturë, kanë deklaruar sot protestuesit edhe një tjetër në fjalimet e tyre që mbajtën më herët përpara kryeministrisë. Sigurisht vështirësia është pak më e madhe këtu për të lëvizur për shkak të rrugëve të ngushta, por tashmë janë mësuar, janë sprovuar këta protestues. Për shkak të rrugëve të ngushta edhe sigurisht edhe për shkak të parkimeve në rrugë është pak më e vështirë situata tashmë që e dim kaotike në rrugët e kryeqytetit dhe sidomos në rrugë të tilla të ngushta, megjithëse kjo nuk e ka ndaluar protestuesve që të hyjnë mes përmes makinave me thirrje të revolucionit. Erdhi fundi dhe Rama jepet dorëheqjen tashmë drejtuar në rrugën Qytet Studenti, në qytetin e studentëve, ashtu sikurse e përmendë Armela aty ku ka ndodhur edhe përmbysja e diktaturës, e kanë cilësuar shpeshherë në fakt protestuesit kreun e qeverisë Edi Rama, e kanë krahasuar atë me një diktator, njësoj si Enver Hoxha, dhe kanë deklaruar rrëzimin e tij me protesta për aq kohë sa në ditën e 22 të protestave qytetare nuk ka asnjë reflektim nga kreu i qeverisë Edi Rama për largimin e tij edhe pas artikulimit të kërkesave. Vion kreu i qeverisë Edi Rama të shpërfill protestën e të rinjve, por kjo jo vetëm që nuk i ka ndalur dhe sfumuar energjinë dhe lëvizjen e tyre, por duket se e kanë nxitur atë edhe më tepër për të dalë çdo ditë dhe për mos të ndalur dhe për të marshuar me thirrje të tilla në rrugët e qytetit, tashmë drejtuar qytet Studentit, një itinerar që nuk e kanë ndjekur në ditë të radhës protestës, megjithëse është paralajmëruar që të gjitha rrugët e Tiranës do të përshkrohen, do të ndiqen dhe zëri tyre do të buçaz dhe do të ndjehet. Shohim sigurisht sensibilizimin nga ana e qytetarëve
kudo ka ata i bashkohen thirrjes së tyre, e përshëndesin protestën sigurisht, edhe shumë prej tyre mund edhe që t'i bashkohen marshimit duke lënë punën e tyre për të mbështetur dhe duke u sensibilizuar kështu me këtë protestë të qytetarëve. Po është diktatura, janë thirrjet që shoqërojnë protestën pikërisht shumë pranë qytetit Studentit, ashtu sikurse efektuan vendit simbol të përmbysjes së diktaturës dhe një diktaturë të re kanë cilësuar ata qeverisjen 13 vjeçare, tashmë mbi 13 vjeçare në fakt, të kreut të qeverisë Edi Rama me thirrje që Shqipëria është e shqiptarëve dhe tradhtarë, që të paktën kështu e kanë cilësuar ata dhe e kanë etiketuar kreun e qeverisë Edi Rama. Nuk kanë vend në Shqipëri, duke kërkuar largimin dhe dorëheqjen e tij të menjëhershme për t'i hapur rrugën një Shqipërie të re dhe shumë pranë konvikteve tashmë Armela, konviktet blokuin konvikteve në qytet Studenti. Ndërkohë që vijojnë thirrjet ju erdhi fundi nga ana e protestuesve revolucion. Qytetarë që i bashkohen kësaj proteste. Do të shohim nëse do të ketë një ndalesë këtu apo do të vijohet drejt me marshim siç ka ndodhur në rrugët e tjera. Mirë, mbetet pak për të parë e gjitha. Ja, ne doli komplet jashtë pjesëmërive tona, sepse ne ishim duke ecur me logjik që të gjithë do bashkoheshin te kryeministria, po krejt ndryshe ishte në fakt plani për sot. Jemi tani në qytetin Studenti, duhet të ndalojmë edhe ne në fakt derisa të afrohet turma sepse ka ndaluar. Duhet të kujtojmë periudhën e sezonit tani, që auditorët janë thuajse bosh, sigurisht ka studentë që qëndrojnë qytet Studenti, po me gjasa mund mos jetë ai populariteti i zakonshëm që do të sillte një shtim të fluksit. Qytet Studenti nuk gëlon, po. Është kjo periudha që qytet Studenti nuk gëlon me student, megjithëse një pjesë e tyre vijojnë të jenë në konvikte, me sa po shoh fakt edhe nga pamjet nga dritaret e konvikteve, po shoh
me ç'po shuaj, po shoh student që kanë dalë nga dritaret për ta parë protestën e ditës së sotme. Ka sigurisht për tyre që janë në sezonin e provimeve, preferojnë të qëndrojnë në Tiranë për studiuar këtu dhe për të dhënë provime, ndërkohë që një pjesë e tyre mund të jetë edhe në qytetet e tyre nga ku kanë ardhur për të studiuar në Ka nga ata që kanë qëndruar edhe për protestat, Marsi. Le ta themi këtë sepse ka pasur shumë studentë që kanë qenë aty, Marsi, që kanë mbajtur fjalën, kujtojnë gjatë protestave. E vërtet, Armela, një pjesë e mirë e protestuesve në fakt janë pikërisht studentë. Kemi thënë që kjo protesto dhe hiqet nga të rinjtë dhe sigurisht të rinj student. Ka pasur në fakt edhe denoncime për presionet që janë bërë në fakt studentëve për pjesëmarrjen e tyre në protestë. Kanë qenë këto denoncime të bëra publike se studentët kanë qenë të presionuar edhe nga anë të vënë në presion edhe nga ana e pedagogëve për shkak të pjesëmarrjes së tyre në këtë protestë.